Mirëmbrëma të nderuar zonja dhe zotrinj, do të jemi së bashku në edicionin qendror të lajmeve këtu në ekranin e kanalit 7. Ndër të tjera do të ndiqni: qindra shtëpi në fshatrat Buzë-Vjosës janë ende mes ujit dhe baltës, situatë dramatike edhe në Durrës ku familjet përballen me shkatërime të mëdha. Rreshtet e dendura të Dëborës në zonat malore të Shkodrës vështirësojnë qarkullimin, shembje edhe në aksin kombëtar Qaftham Pogradec. Aksidenti rënd në Klos, makina del nga rruga dhe përfundon në përrua, pasagjeri zhduket në ujë, ndërsa policia arreston shoferin që rezultoi dehur. Partia Demokratike mban protestën kombëtare në datën 24 janar. Sali Berisha deklaron se opozita do të jetë në rrugë deri në rrëzimin e Edi Ramës. Vjem të njihemi më gjërësisht me zhvillimet kryesore të ditës. Vërshimi i Vjosës ka sjellë një situatë dramatike për qindra familje të fshatrave që ndodhen në dy anët e lumit. Shtëpit janë të mbuluara nga ujë e balta dhe qëndrimi në to është i pamundur. Banorët thonë se këtë herë situata është më e rëndë se vitet e kaluara. Ferrasin e Fier është një nga zonat më të prekura nga përmbytjet, ku dëmet janë të konsiderueshme në banesa, toka bujqësore, sera e të tjerë. Fatkeqësisht përmbytjet kanë vijuar dhe gjatë kësaj të shtunë, duke rënduar bilancin, pasi 10 banesa janë në pushtetin e ujit dhe të baltës. Banorët e fshatit e kanë shumë të vështirë rikthimin e normalitet, pavarësisht ndërhyrjes së bërë nga punonjësit e bashkisë, të cilët punuan me pompa për të larguar ujin nga shtëpitë e përmbytura. Gjatë natës dhe në orët e para të mëngjesit, një pjesë e konsiderueshme e shtëpive janë gjetur sërish në ujë. Dëmet e shkaktuara janë të konsiderueshme, ndërkohë banorët shprehen të pashpresë përballë kësaj situate. Jetojnë katin e parë, aty janë prishur të gjitha. Ku të vete, ku të mbyte? Një çik shpes që kisha, ja të kja. Me deti me shjarak. Sa rave, erdha në Vlora, thash, dal njerë shikoj, ta që përmile këtu. Kur shikoj, 30 fond e ke thënë. Nuk ka me shpi. S'ka me shpi. Ka të ndi, s'ka me shpi, s'ka me. Ju në ndëmtuar të gjitha... Ja, të ke. Ka fajnë vetëm kanali, u bëndej po të besh këtej me ne. Se u bëndej me tam po të besh këtej. Pavarësisht argjinaturave të cilët janë dëmtuar rënd, banorët thonë se asnjë përmirësim nuk kanë sjellë, pasi thuajse çdo vit ata përballen me të njëjtën situatë. Lumi i parë që vjen, sikur dhe 50 pontit lartësia, neve mbytymë pak. Përse? Agitaturën këtu nuk e kuptoj pse e bën. Ndoshta e bën për të bllokuar fshatin nga që mos njohet. Prap, ne këtu jemi të parë. Nuk e di si e kanë menduar zgjidhjen tonë. Sipas banorëve, kjo përmbytje konsiderohet më e rëndë nga ato vitet e kaluara. Ata kujtojnë se edhe në përmbytjet e mëparshme kanë përfituar dëmshpërblime nga shteti, disa më pak dhe disa më shumë, por gjithsesi nuk kanë marrë kompensim për dëmet. Komisionet përkatëse sipas tyre kanë dalë në terren për të verifikuar dëmet dhe për të bërë vlerësimet paraprake. Megjithatë, banorët shprehen se aktualisht ndodhen në pritje, pa një informacion të qartë se sa do të jetë masa dëmshpërblimit që do të përfitojë çdo familje. Ata kërkojnë ndërhyrje me të shpejtë dhe mbështetje konkrete nga shteti, pasi situata mbetet e rëndë dhe jetesa e përditshme në këto kushte është bërë thuajse e pamundur. E njëjta situatë paraqitet edhe në fshatrat nga ana tjetër e Vjosës, konkretisht Bishan dhe Fitore, ku banorët po përballen gjithashtu me përmbytje. Dënë të tjera shtëpi e xhaxhait matan e treta, i ka hyrë ujë brenda. Gati 30 aty. Këto prurje nuk i kemi parë ndonjëherë. Llogarit që të vi lumi jo me vërshim siç vinte nga varrezat, po të vi që nga ferma, edhe të vi kjo lartësi nuk kemi parë ndonjëherë. Kjo ishte më e madhja. Më ka ardhur herë tjetër, më ka ardhur vetëm 5 pond mbi pllaka këtu. Kjo vajti 20 pond mbi pllak, këtu mbi verandë. Edhe pse në orët e fundit Vjosa pati një ulje të nivelit të saj, por megjithatë situata paraqitet kritike, sa i takon mundësisë për përmbytje të tjera. Edhe në Durrës situata është e njëjtë. Tërheqja e ujrave ka lënë pas një situatë dramatike për banorët e zonës. Orëndit e shtëpive janë dëmtuar rënd dhe po ashtu edhe ushqimi i bagëtive. Të gjithë presin verifikimin e situatës me shpresë marrjen e kompensimit të premtuar. Rënja nivelit të ujit në lumin Erzen ka nxjerrë në pa dëmet e shumta që u janë shkaktuar banorëve në njësitë administrative Suks dhe Katundi i Ri në bashkinë e Durrësit.
Banorët shprehen se kjo përmbytje është më e madhja që ka ndodhur vitet e fundit. Në bë dome pa hesap, a dhe këtë jetojnë dome pa hesap. Ala se kena pasru lëmlona që i kena qitë gjithë e kam jutujtë. Me banakun e madhë këtu, me këte tjetërin, me ato qënë me gjeneratore, me këto komplet kanë dalë jashtë përdorimet. Po, si këtë radhë nuk ka bova kije. E ka dëmtuar të thosh 100%. S'ka lënë asnjë shtëpi pa u mush deri 50 zëntim me ujë. Unë kam atë në kan, unë kam një zugtari, ka një djalë aty më ka dëmtuar shumë, në zugtarin më e madhe ka qenë se sa përmimi përmitën një herë, po ka qenë shumë më e madhe kjo se ato përmjetet e para. Në njësinë administrative Katundiri ende nuk kanë dalë në terren grupet për verifikimin e dëmeve. Ndërkaq burime nga shtabi i emergjencave civile në prefekturën e Durrësit bëjnë me dije se në lumenjtë Terzen dhe Ishëm situata është drejt normalizimit. Në bashkitë Krujë dhe Shijak gjendja paraqitet e qëndrueshme. Rreshtet e shiut kanë qenë me intensitet mesatar, ku nuk raportohen probleme dhe rrugët kryesore nuk kanë më prani ujë. Gjatë këtyre ditëve në qarkun e Durrësit janë evakuar gjithsej 848 banor. Janë mbajtur 1453 akte konstatimi dhe janë verifikuar 4067 banesa. Ndërkohë në terren ndodhen 508 specialistë që po merren me vlerësimin e dëmeve dhe evidentimin e plotë të situatës emergjente. Banorëve të evakuar u janë siguruar 1100 pako ushqimore nga Drejtoria e Rezervave Shtetërore. Edhe fusha e Tërbufit në Lushnjë është përmbytur. 700 hektar sipërfaqe bujqësore në territorin e bashkisë Divjak dhe 500 hektar në bashkinë Lushnjë janë në ujë. Në përfusha niveli ka arritur deri në 1 metër. Kanali kullues i Tërbufit është i mbushur me ujë i cili prej një jave nuk qarkullon, por vetëm derdhet në përfusha. Megjithse hidrovorët e Divjakës janë në punë, ata nuk arrin të largojnë ujërat e mbledhur nga kanalet. Edhe pse këtë të shtu nuk ka patur reshje në zonë, sipas ekspertëve do të duhen disa ditë që situata të normalizohet. Vjojnë problemet me vërshimin e ujrave në aksin nacional po Gradec Qafthan si pasojë e rreshjeve dhe grumbullimit të aluvioneve. Pusetat kulluese janë bllokuar duke bërë që ujë dhe dhera të dalin mbi rrugë dhe të pengojnë qarkullimin. Situata më problematike është pramfshatit Guri Kuq, ndërsa ka patur problematika edhe pramfshatit Udënisht dhe në afërsi të burgut. Në zonat problematike, lëvizja automjeteve kryhet vetëm në një korsi, ndërsa po punohet për stabilizimin e situatës. Për drejtuesit e mjeteve apelohet të tregojnë kujdes të shtuar gjatë kalimit. Zonat malore të Shkodrës janë mbuluar nga dëbora që vijon të bjerë pa ndërprerje. Rrugët nuk kanë bllokime, por kalohen vetëm me zinxhir, ndërsa në pjesën fushore përmbytje ka në Obot dhe në zonën e Dajçit. Vazhdojnë me intensitet të lartë rreshjet e dëborës në zonat malore të qarkut të Shkodrës. Në zonën e qafës së Thorës drejt Vermoshit trashësia ka arritur deri në 1.5 metra dhe parashikohet që rreshjet të vijojnë me intensitet në këto lartësi. 4 borpastruese ndodhen në terren përgjatë segmentit rrugor Gropat e Selcës drejt doganës së Vermoshit. Për shkak të rreshjeve të dendura lejohet qarkullimi vetëm me goma dimërore dhe zinxhir. Sa i përket situatës së përmbytjeve në qarkun e Shkodrës, ajo paraqitet e qëndrueshme me nivele të ujit nën kuotat kritike dhe pa probleme të mëdha. Lumenjt, Buna dhe Drini mbeten brenda parametrave të sigurisë, por gjatë 24 orëve të fundit kanë shënuar rritje prej rreth 10 deri në 20 cm krahasuar me një ditë më parë. Deri më tani në njësitë administrative të këtij qarku, numri sipërfaqeve të përmbytura është trefishuar duke arritur në 800 hektar. Në zonat e Velipojës dhe Dajçit janë raportuar pjesa më e madhe tokave që ndodhen në ujë. Banorët e kësaj të fundit shprehen se dëmet financiare janë të shumta. Kjo është vetëm uji hidrocentralit, i Drinit. Absolutisht, që t'jon dikush që për nevojë me pas me pas familjen në bllokum në për tokë që i kam detyrosh për vazhdim shkaj, me shku me zetar, me remork ose me fadrok. Pa dame ka mundësi dhe mos me kalu. Pa dame, mund të ketë dame. Mund të kaloj via Urrels e merr fusha tani ka shtëpiat. Ndërkohë rruga që lidh Dajçin me Daragjatin është bllokuar, pasi niveli ujit e ura e Shiriqit ka rritur rreth 70 cm. Po ashtu vijon të jetë bllokuar edhe rruga për në Obot për mjetet e ulta. Familjarët e Astrit Hysenajt që humbi jetën nga përmbytjet në Durrës refuzojnë versionin e vdekjes aksidentale. Sipas tyre, punonjësi komunales ishte duke punuar kur është rrëmbyer nga uji.
Pak ditë pas ngjarjes tragjike ku 57 vjeçari Astrid Hysenaj, punonjës i ndërmarrjes komunale, humbi jetën gjatë përmbytjeve në Durrës, familjarët kërkojnë që rasti të njihet zyrtarisht si humbje jete në krye të detyrës. Ata pohojnë se disponojnë pamje filmike ku shihet se Hysenaj ishte duke pastruar rrugën nga mbetjet në momentin kur u mor nga rrjedha e ujit. Me anë të disa kamerave gjetëm që deri në ora 8:25 ai ka qenë një person duke punuar. Edhe siç e tregojnë edhe ato pamje filmike që disponon familja, ai ishte duke mbledh letrat sipër në ujë, në disa kushte që asnjë të rrallë janë ata që mund ta bëjnë. Ky ka rënë në krye të detyrës, sepse sipas pamjeve tona deri në 8:25 ky ka qenë duke punuar. E vërtetojnë që është punë. Ato që i takojnë sipas ligjit një punonjës që se ne mendojmë atëherë ka qenë momenti që është zhdukur. Ai tregon se familja nuk ka qenë dakord që Hysenaj të shkonte në punë atë ditë, ndërsa dyshimet nisën pasi 57 vjeçari u vonua pas përfundimit të turnit. Familja nuk ishte dakord që ai të ishte duke thënë mos shkoj se është shumë të shushi. Ai prapë vesh uniformën e punës dhe u nis për punë. Dhe pasi kaloi ai afati që vinte për të nga familja u shqetësua. Astrid Hysenaj ka lënë pas bashkëshorten, djalin 21 vjeçar dhe nënën e tij të moshuar. Viktima ishte i vetmi që siguronte të ardhurat për familjen, e cila tashmë ka mbetur pa asnjë mbështetje financiare dhe jeton vetëm me pensionin e nënës së tij. Një 30 vjeçar nga Klosi është zhdukur në ujërat e Përrojt pasi makina që drejtohej nga shoku i tij përfundoi në ujë. Drejtuesi i mjetit arriti të dalë pa dëmtime, ndërsa pasagjeri besohet se ka përfunduar në lumin mat. Policia bëri të ditur se shoferi u arrestua pasi ishte në gjendje të dehur. Një automjet ka dalë nga rruga duke përfunduar në Përrojnë e fshatit Darës të Klosit gjatë orëve të para të mëngjesit të së shtunës. Në makinën tip Audi me targa angleze udhëtonin 2 persona, 24 dhe 30 vjeç. 24 vjeçari Andi Losha ka arritur të dalë nga automjeti ndërsa pasagjeri Jurgen Karaj rezulton ende i zhdukur në lum. Në zonë vijon kërkimet nga policia dhe polumbarët për gjatë rrjedhës së Përrojt të Darësit dhe lumit mat, pasi duke qenë se distanca aksidentit me lumin është shumë e vogël, dyshohet se 30 vjeçari të jetë rrëmbyer nga rrjedha e fortë e ujit. Ndërkohë, 24 vjeçari Losha është arrestuar nga policia pasi u largua nga vendngjarja pa i dhënë ndihmë shokut të tij Jurgen Karaj. Shoferi u nënshtrua edhe testit të alkoolit, nga i cili rezultoi se ai po e drejtonte automjetin në gjendje të dehur. Të shtunën e 24 janarit, opozita do të zhvillojë një protestë kombëtare, e cila sipas lideri demokrat Berisha nuk do të ndalet deri në rrëzimin e Edi Ramës. Berisha fajsoi kryeministrin për pengesë të drejtësisë në çështjen Balluku, si dhe për braktisje të qytetarëve të përmbytur. Opozita do të zhvillojë protestë kombëtare kundër qeverisë në datën 24 janar. Kryesia e Partisë Demokratike ka vendosur që të shtunën e 24 janarit të nisin protestat për largimin e kryeministrit Edi Rama dhe krijimin e një qeverie teknike. Mesazhi ynë për narkoshtetin është ik 1 minutë më parë. Zemrimi popullor është i jashtëzakonshëm, i papërmbajtur. Dhe ne jemi të vendosur të shkojmë gjërë në fund, largimin e kësaj organizate kriminale. Sipas Berishës, në kushtet kur parlamenti as nuk mblidhet për të shqyrtuar kërkesën e SPAK-ut për imunitetin e numrit 2 të qeverisë, Belinda Balluku nuk ka rrugë tjetër për opozitën përveç sheshit. Vetëm një diktator autokrat mund të imagjinoj, mund të lejoj vetes veprimet që i lejoj Edi Rama në rastin Balluku, që është faktikisht rasti Rama. Në historinë e këtij shteti, 35 vitet e fundit, nuk ekziston asnjë rast i vetëm që t'jenë refuzuar kërkesat
e prokurorisë për heqjen e imunitetit. Berisha bëri përgjigjes kryeministrin Rama i qeverinë për situatën e krijuar me përmbytjet në disa zona të vendit. Dhe cinizmi ekstrem mbledh komitetin e emergjencës, është komitet i ngritur me vendimaj, dhe nuk shpall gjendjen e emergjencës natyrore, gjendjen e fatkeqësisë natyrore, dhe deklaron se kjo na përçan, kjo kërkesë e opozitës na përçan. Po si të përçan? Ti je i detyruar të kesh një ligj për njeriu që vepron me ligj, për njeriu që thot unë do zbatoj ligjin, je i detyruar të shpallësh gjendjen e emergjencës dhe mbi këtë shpallje ti pastaj je i detyruar, ky ligj të detyron, kjo shpallje detyron të zbatosh ligjin e emergjencave, të marrësh fondin e emergjencave, të krijosh fond emergjencash dhe t'i adresosh drejt qytetarëve. Partia Demokratike prej kohësh ka vendosur që protestat do të jenë shtylla kryesore e aksionit opozitar deri në largimin e kryeministrit Edi Rama dhe krijimin e një qeverie teknike që çon vendin drejt zgjedhjeve të parakohshme. Takimin e radhës me demokratët Ervin Saliani e zhvilloi në Korçë. Ai tha se ka mbështetje masive dhe se tashmë është koha për bashkimin e faktorëve opozitar. Ervin Saliani, gjatë një takimi me qytetarët e mbështetës në Korçë, ka theksuar nevojën për bashkim të opozitës dhe riorganizim të Partisë Demokratike, duke vënë theksin tek dëgjimi i shqetësimeve të demokratëve dhe hapja ndaj shoqërisë. Në deklaratën e tij para takimit, Saliani u shpreh se mbështetja që po merr është e dukshme dhe madje as kushtet e vështira atmosferike nuk i kanë ndalur qytetarët të marrin pjesë. Ka njerëz brenda dhe jashtë nuk i kanë ndaluar as shiu, as bora dhe as ngrica për të ardhur në takim, dhe që domosdoshmëria për bashkimin e çdo opozitari vjen nga bashkimi i familjes tonë politike së pari, që është Partia Demokratike, nga dëgjesa e shqetësimeve që kanë demokratët. Në lidhje me protestat kundër qeverisë, Saliani deklaroi se ai dhe demokratët do të jenë pjesë e çdo proteste opozitare. Çdo protestë që bëhet kundër qeverisë do të jemi të gjithë demokratët, por ne duhet shohim edhe nga vetja për arsyet sepse protestat nuk janë në pritshmëritë e duhura të shoqërisë, por edhe të vetë demokratëve. Sipas tij, protestat aktuale nuk përmbushin gjithmonë pritshmëritë e shoqërisë dhe të vetë demokratëve, duke bërë të domosdoshëm një riorientim të qartë politik. Kjo ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Bashkë mirupafshim.